Arrestimi i zotit Thaçi ka ndodhur më të vetmin fakt për shkak se ka qenë duke shku me nënshkru një marrëveshje dakordume mes Kosovës edhe Serbisë me ndërmjetësimin e amerikanëve që ka qenë ridefinimi i vizë kufitore, jo ndrrimi i territoreve, jo coptimi, por ridefinim i vizë kufitore. Nuk ka marrëveshje më të mira që ka me pas najherë, veç nëse arrin Kosova e shqiptarët me u fuqizu qatë shumë sa me i kthy trojet e veta deri te mollat kuqe, që unë jam idhëtari asajna. Po a bëhet ajo, duhet me punu e jo të bë filma me bish qiftelis, për shkak se veç shkurt duhet me sqaru për opinionin publik. Nuk ka marrëveshje Kosovë-Serbi pa u pyet Shqipëria. Thojza, pa e ditë shteti shqiptar, pa e miratu shteti shqiptar. Për shkak se jemi një trop, jemi një trong, jemi një kamp. Elementi tjetër që është më rëndësi me theksu. Na e dim që shka qenë Evropa, që shka qenë Gjermania në atë kohë, cilat kanë qenë raportet e Gjermanisë me Rusi në atë kohë. S'po flasin njerëz më të mëdhej si unë, ekspert të botës të gjeopolitikës. Kështu që arrestimi në atë kohë i zotit Thaçi një farforme e ka përmbyll jetësimin e një anëre historike ku dy popuj, dy shtete dakordohen vetë me arë një marrëveshje që e kanë pranu vetë në thojza njëri me tjetrin, pa trysnie, pa ndërhyrje të jashtme, me e pranu edhe me u dakordu për ta. Tash, lind pyetja. Gjithmonë ka vend për ma mirë. Po ti duhet me vepru në rrethonat në qyshje, edhe çka mund është me dhonë që atë moment. Ajo s'u bon, shkoj, ndodhi Haga, ndodhi tragedia në thojza, për shkak se është tragedi kombëtare procesi Hagës, kush din me lexu, e bajt me shnet, dikuj si do këtë kur gjo. Njerëz po thojnë duhet mu çbo, unë nuk besoj që duhet mu çbo gjykata speciale, sepse ajo gjykati ka dënu. Gjykata speciale i ka dënu ushtarët e UÇK-s që kanë kryer në gjoja krime ndaj civilëve. Ajo ka me met në histori të asaj drejtësie që unë se quaj drejtësi, ajo është turpi i drejtësisë, që ka dënu çlirimtar. E ka bashku. Është një etnike, bre? Është një etnike. Tash, ty në burrav që i kem atje, ja u ka hongër gati 6 vjet, 5, sa u bon. Edhe në Siljeron, 6 vjet. Ajo gjykat duhet me dal me një send. Duhet me i shpall të pafajshëm, me dështu si gjykat,